Në një detaj që askush nuk e priste, Papa Francesku edhe pas ndarjes nga jeta, mbeti I lidhur me thjeshtësinë e jetës së tij, duke u varrosur me të njëjtat këpucë të zakonshme që kishte veshur çdo ditë gjatë shërbimit të tij ndaj njerëzimit. Beti Njuma I ka dedikuar një status kësaj lamtomire me përunjësi, ku shkruan: "Madhështia qëndron tek thjeshtësia. Këpucët e ngrëna nga koha dhe rrugtimet e gjata I thon të gjitha. Papa Francesku, bariu I të varfërve, do të prehet I veshur me këpucët e tij të zeza e të konsumuara, që e shoqëruan në çdo hap të udhëtimit të tij publik. Ai zgjodhi për në banesën e përjetësisë këpucët që e çuan tek shtëpitë e të varfërve, te jetët e braktisura, te qelitë e burgjeve, te shtretërit e spitaleve. Janë këpucët simbolike që bartin gjurmët e dhëmbjes njerëzore dhe të shpresës që dha njerëzimit. Janë simbol I përkushtimit, I vërtetësisë dhe dinjitetit. Papa po ikën nga kjo botë ashtu siç erdhi, si një shërbëtor I Zotit dhe I njerëzve."